يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد تجد فرض الله سبحانه وتعالى تجد صلوات وسلامة وشوف ببيغمبر محمد عليه الصلاة والسلام بتجد فقينتي تجد شوكتتي وتجد بسم تقانة مسلمان تسينات شكوين vetëm sipas rrugës së tij. Të ndashëm vllazën, sa i përket besimit në pejgamberët e Allahut, njerëzit kanë dallime shumë të mëdha mes vete. Pra ka prej njerëzve të cilët nuk ju besojnë pejgamberëve, të cilët madje i mohojnë ata, të cilët madje i fryejnë ata dhe i refuzojnë ata. Mirë po ka prej njerëzve të cilët kanë dyshime, nuk kanë besim të pastër në pejgamberët e Allahut. Dhe ka prej atyre të cilët janë plotësisht të bindur në pejgamberët e Allahut dhe në besimin e ta. Dhe këta janë besimtarët e vërtetë. Allahu fuqiplot të gjithë pejgamberët e tij i ka dërguar me mrekulli. Në mënyrë që për shkak të mrekullive të tij, ata të cilët i shohin me sy këto mrekulli nuk kanë çare pa ju besuar në pejgamberët e Allahut. Mirë po tash varësisht njerëzit se sa i njohin pejgamberët e Allahut, sa kanë njohuri për ta, ata edhe besojnë në ta. Pra ka prej tyre të cilët nuk kanë njohuri për pejgamberët e Allahut dhe nuk ju besojnë. Dhe ka prej atyre të cilët kanë njohuri, po jo njohuri të sakta dhe kanë dyshime në ta. Dhe besimtarët kanë njohuri të plota dhe i njohin si duhet pejgamberët e Allahut. Dhe me që pejgamberët e Allahut të gjithë kanë pasur mrekulli, atëherë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dallohet më së shumti me mrekullitë që Allahu ja ka dërguar. Madje dietarët kanë thënë se pejgamberi ka pasur më tepër se 1000 mrekulli. E gjithë jeta e tij është mrekulli. Të gjitha fjalët e tij janë mrekulli, të gjitha sjelljet e tij janë mrekulli. Mirë po padyshim se mrekullia më e madhe e pejgamberit alaihi salatu wasalam është Kurani. Ky libër madhështor që Allahu ja ka zbrit me fjalën e tij. Për faktin se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk ka ditë shkrim as lexim. Dhe për arsye të kësaj, atij ju ka zbrit libri më madhështor. Në mënyrë që njerëzit mos me pas argumente dhe me thonë jo e ka shkruar vet, ose jo ka marrë prej të tjerëve. Allahu fuqiplot ka pas mundësi që Kur'anin m'ia dërgoi dikujt tjetër, i cili ka ditë shkrim dhe lexim, dhe i cili ka qenë i shkolluar për atë kohë, dhe i cili ka udhëtuar në përmendje të largëta. Mirë po ja ka dërguar pejgamberit i cili nuk ka ditë shkrim as lexim, dhe i cili nuk ka pas udhëtime jashtë Mekës. Në mënyrë që njerëzit të besojnë plotësisht se një njeri i cili nuk din shkrim as lexim, nuk ka mundësi me shkruar këtë libër Kur'anin nga mendja e vet. Mirë po ajo është vetëm një shpallje nga Allahu i cili ja ka shpallur. Ka Kur'ani madhështor, me gjithë ato fjalë madhështore, ai ndërthurje e fjalëve të tij dhe oratorisë së tij nuk ka mundësi me qenë nga mendja njerëzore. Ky është argumenti më i madh i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po për argumenteve të tjera si thash, është vetë jeta e tij. Qysh para se të bëhet pejgamber, sepse të gjithë kanë besuar. Edhe të gjithë kanë quajtur el-Amin, i ka thënë i besueshmi. Për arsye se ka qenë njëri më i sinqert në mesin e tyre. Hala pa u bë pejgamber. Dhe të gjithë kanë besuar çfarë ju ka thënë. Se aq ka qenë i drejtë, aq ka qenë i sinqert. Mirë po në një rast,
ai të bon banorët e Mekës, edhe kur të bon përpara ati, thot, nëse ju paralajmëroj se prapa kësaj kodre është duke ardhur një ushtri, a kishin me besu? Ata ka thonë kena me të besu, sepse të një njeri sinqert nuk e këni kur njetën të andër. Atër ka thonë me të vërtet unë jam i sinqert dhe Allahu më ka dërguar që t'ju thras nuën në besim. Por prapë se prapë e kanë refuzuar. Prej mrekullimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam është sepse ai ka emëruar për gjëra që do të ndodhin në të ardhmen. Dhe këto nuk ka mundësi mi ditë vetëm se ai që është pejgamber. Allahu ka zbrit në Kur'an ajetin ghulibat ar-rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allahu ka paralajmëruar për një luftë, e cila do të ndodhte mes dy perandorive të asaj kohe, mes perandorisë romake dhe perandorisë persiane. Allahu ka thonë në këtë luftë, ata të cilët kanë qenë romakë, thotë kanë humbur luftën. Mirë po pas disa viteve, pas pak viteve ka me pas prap një luftë mes tyre edhe ka me fituar romakët. Dhe pas pak viteve kështu ka ndodhur. Prandaj ky emrim për të ardhmen. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk kishte me qenë i dërguar prej Allahut, i cili gjatë gjithë jetës së tij për 14 vite ka qenë njeriu më i sinqert. Si ka mundësi një njeri sinqert i cili ka ndërtu atë imazh për 14 vite me mundin më të madh, me paralajmëruar për një çështje nga mendja e tij, e cila nuk do të kishte me qenë i sigurt se a do të ndodhë apo nuk do të ndodhë. Mirë po ka paralajmëruar vetëm në bazë të shpalljes. Por prapë është paralajmërimi tjetër për të ardhmen, në të cilën Allahu ka zbritur ajetin la tadkhulun al-masjid al-haram inshallah aminin. Para se do të hyjnë në Mekë, pra kur ka qenë i kanë përzonë dhe kanë shkuar në Medinë, Allahu ka zbritur ajetin, ka thonë keni më kthy edhe keni me hi në Mekë të sigurt. Dhe me të vërtetë pas pak kohë ka ndodhur një njëjta gjë. Dhe këto paralajmërime për të ardhmen nuk ka mundësi me paralajmëru vetëm sa ai që është i dërguar. Mirë po të dhuar azën. Pre argumenteve tjera dhe mrekullive të pejgamberit alayhi salatu wasalam është edhe Isra dhe Miraji, e cila është një mrekulli në vetë, që pejgamberi alayhi salatu wasalam për një pjesë të natës ka udhëtuar prej Mekës në Jerusalem. Pastaj prej Jerusalemit ka udhëtuar në qiellin e 7 me fuqinë e Allahut dhe është kthyer prapë në Mekë brenda natës. Allahu për këtë ngjarje ka lajmëruar në Kur'an. Edhe ka thonë subhanalladhi asra bi 'abdihi ilayka min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allahu thot i pastër nga të metat është Allahu, i lartësuar është Allahu i cili për një pjesë të natës, për një pjesë të natës të dërguarin e tij dërgoi nga Mekja në Jerusalem, e cila është një distancë më shumë se 9 kilometra. Dhe si ka mundësi në një distancë për 1 kilometra të udhëtohet për një pjesë të natës në atë kohë. Dhe në qiellin e 7 do të kthehet prapë. Dhe kjo është Isra dhe Miraji pra mrekullia e Allahut. Kur Allahu e ka bërë mrekullinë e tij, e ka dërguar të dërguarin e tij, dhe ja ka shpallur Kur'anin, dhe ja ka dhënë të gjitha mrekulli. Allahu është i plot fuqishëm që dha Isra dhe Mirajin të aja. Dhe për këtë arsye Allahu i ka sprovuar ata të cilët nuk i kanë besuar, por i ka sprovuar edhe besimtarët. Sepse ata të cilët nuk i kanë besuar kanë filluar me udhëtall në këtë ngjarje. Edhe kanë shkuar te Abu Bekri, te shoku më i ngushtë i pejgamberit. Pra ka dashur me bëha gare me to. Edhe ka thonë shoku yt Muhamedi, po thot se në një pjesë të natës ka shkuar prej Mekës në Jerusalem. Thot ai beson ti? Thot nëse pejgamberi e ka thonë kët, ka shkuar. Dhe për këtë fakt Abu Bekri e ka marrë epitetin më të mirë në mesin e besimtarëve në ditën e ditën e gjykimit. Dhe është quajtur me epitetin e Siddiq, i sinqerti besimtari i madh. Sepse i ka besuar plotësisht pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe ka qenë i bindur atë. Pra të ndonë Allahun. Përveç tjerash, mrekullia e Isras dhe Mirajit na tregon edhe vlerën e Mekës, mirë po na tregon edhe vlerën e xhamisë në Jerusalem. Edhe ajo është një xhami të cilët e kanë ndëruar pejgamberët e Allahut. Xhaminë të cilën janë falur pejgamberët e Allahut. Xhaminë të cilën është falur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra ajo është një tokë e shenjtë. Ajo është një tokë e pejgamberëve. Dhe nuk i takon dikujt tjetër ajo tokë vetëm atyre të cilët ju besojnë pejgamberëve dhe shkojnë sipas rrugës së pejgamberëve. Prandaj besimtarët duhet me pas në mendje se Mesjidul Aqsa
i Jerusalemi, i cili sot po pretendohet të jetë kryeqytet i Izraelit. Kjo është toka e pejgamberëve të Allahut. Nuk guxon dikush me prek atë tokë dhe me sundu atë tokë dhe me ndot atë tokë. Pra herët vonë, ajo tokë do të kthehet në dorën e muslimanëve, sepse është tokë e premtuar e Allahut, sepse është tokë e shenjtë, sepse është tokë në të cilët kanë jetuar pejgamberët e Allahut dhe pejgamberët e Allahut kanë thirrë në rrugën e drejtë pikërisht në atë tokë. Dhe ata kanë dërguar atë xhami. Prandaj besimtarët në rastin e Isras dhe Mirajit duhet të kujtojnë se çfarë pozite duhet të ketë Jerusalemi në zemrat e besimtarëve në imanin e besimtarëve. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على سليم والشكر على توفيق يوم التأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pra për flasim për besimin e pejgamberit të Allahut, muslimanët janë ata të parët të cilët prinë në këtë aspekt. Sepse muslimanët nuk bojnë përjashtim edhe nuk bojnë dallime në pejgamberin e Allahut. Për dallim prej të tjerëve, të cilët nuk ju besojnë të gjithë pejgamberëve. Ai i cili nuk beson vetëm një pejgamber, nëse të gjithë pejgamberëve ju beson. Mirë, po vetëm një pejgamber të Allahut nuk i beson, ai nuk mori besimtar. Dhe ai nuk i ka besuar as kujt të pejgamberëve tjerë të Allahut. Prandaj muslimanët janë ata të cilët pranë në fenë e cila është fe e vetme të Allahut subhanahu wa taala, e cila fe njeh të gjithë pejgamberët pas një përjashtim, të gjithë kanë qenë të dërguar të Allahut. Por përveç tjera të ndërruar Allahun, shkurtimisht, çështja e Isras dhe Mirajit një mrekulli që thamë, çfarë ka ndodhur në këtë mrekulli? Çështja kryesore që ka ndodhur në këtë mrekulli, Allahu e ka bërë lim namazin, pas kohët e namazit gjatë ditës, të cilët duhet të praktikojnë besimtarët, e cila është shtyllë për shtyllave të Islamit. Me të vërtetë namazi është për shtyllave kryesore të Islamit, dhe formën e namazit e kanë vetëm muslimanët në këtë formë të tillë, të cilët nuk e adhurojnë Allahun vetëm një herë në javë, të cilët nuk e adhurojnë Allahun vetëm një herë në ditë. Mirë, po muslimanët e besimtarët e vërtetë janë ata të cilët e adhurojnë Allahun 5 herë në ditë. Janë ata të cilët e adhurojnë Allahun çdo ditë, sepse Allahu fuqiplot është krijuesi i cili i meriton këtë. Dhe nuk e meriton askush përpos tij. Nuk është Allahu fuqiplot ai i cili meriton të adhurohet vetëm një herë në javë, ose një herë në muaj, ose një herë në vit. Por Allahu fuqiplot është ai i cili meriton adhurimin në çdo çast. Dhe besimtarët është ata të cilët do të thonë japin hakun aspektin të besimit në Allahun fuqiplot. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله واذكروا الله الذي ما يذكركم واشكروا على أن يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.